Lajmen do të ndiqni forumi investimeve Shqipëri-Turqi që u mbajt në Tiranë kishte në fokus sektorët kryesor si bujqësia, ndërtimi, turizmi dhe teknologjia. Referuar të dhënave të Bankës së Shqipërisë, Turqia udhëheq rënditjen e investimeve të huaja për gjysmën e parë të vitit me një vlerë prej 89.6 milion euro. Qeveria ka miratuar udhëzimin që i hap dritën jeshile zbatimit të paketës së maleve, ku bashkitë duhet të identifikojnë territoret me potencial zhvillimi. Në zgjedhjet e pjesëshme vendore të 9 nëntorit, numërimi, vlerësimi i votave dhe i fletëve të votimit dhe nxjerrja e rezultateve do të bëhet edhe me inteligjencë artificiale. Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Forumi investimeve Shqipëri-Turqi që u mbajt ditën e sotme në Tiranë kishte në fokus sektorët kryesor si bujqësia, ndërtimi, turizmi dhe teknologjia. Zëvendës kryeministrja, njëherësh Ministra e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku theksoi se Shqipëria është një vend me potencial të lartë investimi pasi aplikohen lehtësira fiskale. Në Tiranë u zhvillua forumi më i madh i investimeve Shqipëri-Turqi, ku morën pjesë mbi 1500 persona, ku përfshihen dhe mbi 500 investitorë turq, por edhe investitorë nga rajoni. Në këtë forum, fokus mbetet zhvillimi ekonomik dhe i shkëmbimeve tregtare midis dy vendeve, Shqipëri dhe Turqi, dhe nga ana tjetër, fokus potencial mbeten 4 sektorë, si ndërtimi, turizmi, bujqësia, gjithashtu edhe teknologjia e informacionit. Në fjalën e saj, zëvendës kryeministre, njëherësh Ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës Belinda Balluku theksoi se Shqipëria është një vend me potencial të lartë investimi dhe se është një vend që aplikohen lehtësirat fiskale. Ne jemi një vend me një kuadër fiskal ndër më të favorshmit në Europë, me përfitime shtesë për të gjithë investitorët e huaj apo sektor të rinj si turizmi, energjia, teknologjia, bujqësia dhe industria, ku aplikohen përjashtime nga taksat apo lehtësira të tjera tatimore. Për shembull, në sektorin e IT-s apo prodhimit të softwareve, Shqipëria aplikon 5% taks mbi fitimin ose përjashtim 15 vjeçar nga taksa për bizneset e shtrira në parshet teknologjike apo ato shkencore. Në bujqësi dhe agroturizëm aplikohet 5% tatim të paktën deri në vitin 2029. Industria automotive përsëri 5%, fitim deri në fund të 2029-s. Turizmi është një sektor ku me shumë përpjekje ne po ecim në hapat që Turqia ka hedhur 20 vite përpara nesh, duke tërhequr markat elitare dhe duke inkurajuar brendet dhe emrat më të mëdhej të botës. Për të gjithë ata sipërmarrës që duan të replikojnë këtë histori suksesi, duke sjellë brende me 4 apo 5 yje në Shqipëri, përjashtohen 10 vjet nga tatimi mbi fitimin dhe taksat vendore. Nga ana tjetër, Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj theksoi se Shqipëria është bërë gjithnjë më shumë tërheqëse për investitorët e huaj. Shqipëria në vitet e fundit është bërë gjithmonë më tërheqëse për investitorët e huaj. Dhe në 6 muajin e parë të vitit 2025 arriti një nivel rekord të flukseve të investimeve të huaja direkte, duke arritur 759 milion eurosh. Ky është fluksi më i lartë i regjistruar ndonjëherë për një periudhë 6 muajore. Turqia qëndron në vendin e parë në këtë fluks, duke kontribuar me 11.7% të kësaj vlere, pra afërsisht 89 milion euro. Zëvendës presidenti i Turqisë Cevdet Yılmaz konsideron Shqipërinë si fqinje zemre e Turqisë, edhe pse mes dy shteteve nuk ka kufi toksor. Edhe pse nuk kemi një kufi toksor, Shqipërinë e konsiderojmë si fqinje të zemrës sonë. Marrëdhëniet tona kanë një histori të lashtë dhe të lavdishme që shkon përtej 6 shekujve. Pozicioni strategjik i Shqipërisë si portë e hapur drejt Evropës, potenciali i saj në bujqësi dhe turizëm dhe synimi për anëtarësim në BE përbëjnë një bazë të fortë për bashkëpunim. Në forumin e investimeve Shqipëri-Turqi të zhvilluar ditën e sotme përmes një video mesazhi, kryeministri Edi Rama u ka bërë thirrje investitorëve turq që të investojnë në Shqipëri. 10 vjet më parë me presidentin
Recep Tayyip Erdogan vum një objektiv të thjeshtë. Të dyfishonim shkëmbimet tona tregtare. Sot kemi shkuar përtej. Nga 250 milion euro në mbi 1 miliard vetëm në 9 muajt e parë të këtij viti. Nga 300 sipërmarrje me kapital turk në mbi 1000 sot. Nga disa qindra punonjës në 15.000 të tillë që punojnë në sipërmarrjet turke në vendin tonë. Shqipëria sot është një vend i hapur, një ishull i bukur mundësish, një ishull ku mund të shumëfishosh investimin tënd dhe jo në shumë, por në pak vite. Me taksa fare të ulta, me energji të gjelbër, me një turizëm në rritje, me teknologji që zhvillohet për ditë dhe me një treg që e pret krahapur sipërmarrjen turke. Shqipëria është sot porta më e afërt e Turqisë drejt Bashkimit Evropian. Ura që sot lidh Stambollin me Tiranën është më e fortë se kurrë. Ura që sot lidh Turqinë zyrtare, Ankaran me Tiranën zyrtare është më e fortë se kurrë. Referuar të dhënave të Bankës Shqipërisë, Turqia udhëheq rënditjen e investimeve të huaja për gjysmën e parë të vitit me një vlerë prej 89.6 milion euro. Kjo vlerë zë një peshë prej gati 12% në totalin e investimeve të huaja direkte për 6 muajt e parë të këtij viti. Turqia është bërë vitet e fundit një nga investitorët kryesorë në vendin tonë, duke zbritur nga froni Holandën apo Italinë. Në 6 muajt e parë të vitit aktual, investimet turke renditen në vend të parë dhe vlerësohen në 89.6 milion euro. Kjo vlerë zë gati një peshë prej 12% të totalin e investimeve të huaja direkte për 6 muajt e parë të vitit aktual. Investimet turke në Shqipëri kanë shënuar ndryshime të ndjeshme nga viti në vit, por prirja e përgjithshme është rritëse. Në vitin 2014 shuma ishte 63.3 milion euro, ndërsa në vitin 2024 arriti në 257.17 milion euro, që përfaqëson rritje mbi 4 në harkun e 10 viteve. Rikujtojmë se edhe në vitin 2024 si një të tërë, Turqia renditoi e para me vlerën më të lartë të investimeve. Me këtë ritëm, stoku i investimeve turke në fund të qershorit ka arritur në 1.3 miliardë euro, me rritje vjetore 12%. Këto ndërmarrje kanë një rol të rëndësishëm në ekonominë shqiptare, sidomos në sektorin financiar, energjetik, në industrinë nxjerrëse dhe ndërtim. Nga ana tjetër, Holanda ka zbritur në vendin e tretë mes investitorëve të huaj që prej vitit kaluar, edhe pse këtë vit vlera e investimeve holandeze është rikthyer përsëri rritjes me 85 milion euro flukse të reja, ndjekur nga Austria dhe Kosova. Sipas të dhënave të Instat të analizuara nga Scanintel, vihet re një rritje e qëndrueshme e shkëmbimeve tregtare mes Shqipërisë dhe Turqisë, të cilat kanë kaluar nga rreth 20.7 miliard lek në vitin 2005 në më shumë se 101 miliard lek në vitin 2024. Marrëdhëniet tregtare nëpërmjet Shqipërisë dhe Turqisë janë forcuar ndjeshëm gjatë 2 dekadave të fundit, duke shndruar Turqinë në një nga partnerët më të rëndësishëm ekonomik të vendit. Të dhënat analizuara nga Scanintel nga viti 2005 deri në mesin e vitit 2025 tregojnë një rritje të qëndrueshme të shkëmbimeve tregtare, të cilat kanë kaluar nga rreth 20.7 miliard lek në vitin 2005 në më shumë se 101 miliard lek në vitin 2024, ndërsa për periudhën janar-gusht të vitit aktual, totali regjistrohet në 60.6 miliard lek. Importet shqiptare nga Turqia kanë njohur një rritje të ndjeshme gjatë periudhës analizuar. Në vitin 2005 ato ishin 19.6 miliard lek, ndërsa në vitin 2024 kanë arritur në mbi 96.6 miliard lek, duke u pesëfishuar brenda 20 vitesh. Kjo rritje reflekton pozicionin e fortë që Turqia ka fituar në tregun shqiptar përgjatë kësaj periudhe. Nga ana tjetër, eksportet shqiptare drejt Turqisë kanë mbetur në nivele shumë të ulta krahasuar me importet, duke treguar një bilanc tregtar thellësisht negativ për Shqipërinë. Në vitin 2005 eksportet ishin vetëm 1.13 miliard lek, ndërsa në vitin 2024 ato kanë arritur në 4.84 miliard lek, me një rritje të moderuar për gjatë viteve. Megjithatë, përpjekjet për diversifikimin e produkteve të eksportit përfshirë mineralet, materialet e ndërtimit, tekstile dhe produktet bujqësore kanë sjellë një përmirësim të lehtë në strukturën e shkëmbimeve. Për periudhën janar-gusht të vitit 2025, eksportet llogariten në 3.98 miliard lek, një shifër që nëse trendi vijon, mund të çojë në një total vjetor më të lartë se i vitit paraprak. Pak kohë më parë në një konferencë të përbashkët mes dy vendeve, presidenti turk tha se marrëdhëniet mes dy vendeve do të ngrihen në një tjetër nivel, ku objektivi i volumit tregtar pritet të arrijë në 2 miliard dollar. Volumi tregtar ka arritur në 1 miliard dollar. Objektivi ynë i ri është që ta çojmë në 2 miliard dollar
dhe përcaktuam këtë si objektiv. Kam besim se me përpjekjet e sektorit ton privat do të arrijmë kësaj shifre në një kohë shumë të shkurtër. Por çfarë politikash duhet të ndiqen për të arritur këtë synim? Një nga alternativat mund jetë ulja e çmimeve pra të bëhet më konkurruese se partnerët e tjerë tregtar të vendit tonë, ndërsa alternativa e dytë mund të lidhet me ndryshimin e gjeografisë së tregtisë turke. Po çfarë marrim ne nga Turqia? Të dhënat nga Instat tregojnë se artikujt kryesor të importit janë gizat e çeliku dhe lëndët djegëse minerale. Për 8 mujorin e parë të 2025-s, tregtia me Bashkimin Evropian përbën 55.8% të totalit të shkëmbimeve me 66.2% të eksporteve dhe 51.1% të importeve me vendet e Unionit. Bashkimi Evropian vijon të mbetet partneri kryesor tregtar i Shqipërisë, megjithëse gjatë vitit 2025 është regjistruar një rënje lehtë në peshën e shkëmbimeve tregtare me vendet e Unionit. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2024, shkëmbimet tregtare me vendet e BE-s përbënin 57.4% të totalit të tregtisë, ku 71.7% e eksporte dhe 52.1% e importeve realizoheshin me vendet anëtare të BE-s. Por në vitin 2025 ky raport ka pësuar ndryshime. Për 8 mujorin e parë të vitit aktual, tregtia me Bashkimin Evropian përbën 55.8% të totalit të shkëmbimeve me 66.2% e eksporteve dhe 51.1% e importeve që realizohen me vendet e Unionit. Për gjatë periudhës janar-gusht të vitit 2025, vlera e eksporteve me vendet e BE-s arritin rreth 174.7 miliard lekë, ndërkohë importet vlerësohen në 297.5 miliard lekë. Pra në total shkëmbimet tregtare me vendet e Bashkimit Evropian për 8 mujorin vlerësohen në rreth 472 miliard lekë. Në gusht të vitit 2025, pjesëmarrja e BE-s në tregtinë shqiptare ka qenë 48.8%, ndërsa eksportet drejt BE-s kanë zënë 56.5% të totalit. Sa u përket partnerëve kryesor tregtar, Italia mbetet partneri dominues duke zënë 26% të tregtisë totale me Shqipërinë për periudhën janar-gusht të vitit 2025, pastaj renditet Greqia me 7.6%. Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri po përjeton një rritje të fortë duke renditur vendin ndër më premtuesit në Evropë për investime. Sipas raportit të Deloitte, çmimet e banesave të reja janë rritur me 16.6% gjatë 2024-s, ndërsa në Tiranë dhe Vlorë rritja ka arritur deri në 25%. Tregu i pronave është ndër sektorët me zhvillimin më të madh në vend, për shkak të investimeve të shumta dhe rritjes së vazhdueshme të çmimeve, sidomos pas periudhës së pandemisë. Investimet dhe risitë në sektorin imobiliar, veçanërisht në kryeqytet, kanë marrë hovë të madh fal zhvillimeve të shpejta urbane dhe rritjes së turizmit. Kjo ka tërhequr gjithnjë më shumë vëmendjen e investitorëve të huaj, të cilët po e shohin tregun shqiptar si një mundësi premtuese për fitimet afatgjata. Sipas një prej portaleve më të mëdha europiane të shitblerjeve, Your Overseas Home, Shqipëria renditet në vendet më të përballueshme për investime në pasuri të paluajtshme. Studimi i ka analizuar tregjet e kryeqyteteve europiane dhe ka arritur në përfundim se pronat në Europën lindore ofrojnë më shumë vlerë për paran krahasuar me ato në Europën perëndimore dhe qendrore. Në listën e 10 kryeqyteteve më me vlerë për të blerë një pronë përfshihen Prishtina, Jerevani, Sofia, Zagrebi, Podgorica, Tirana, Shkupi, Baku dhe Sarajeva, duke e pozicionuar rajonin si një alternativë tërheqëse për investitorët. Ndërkohë, sipas raportit të Deloitte për indeksin e pronës, tregu i pasurive të paluajtshme në Europë po përjeton një val të rritjesh. Polonia kryeson me rritjen më të madhe të çmimeve të banesave të reja, 19.3% midis viteve 2023 dhe 2024, e nxitur nga një skem subvencionesh qeveritare që shtoi ndjeshëm kërkesën. Në këtë panoramë, Shqipëria renditet menjëherë pas Polonisë, me një rritje prej 16.6% në çmimet mesatare të banesave të reja. Pastaj vijnë Bosnia-Hercegovina dhe Izraeli me një rritje prej 12.7%, Hungaria me 11.9%, Kroacia dhe Rumania me 11.5%, si dhe Italia me 11.2% dhe Greqia me 10.2%. Këto të dhëna tregojnë një prirje të qartë rritse të rajonit, të lidhur ngushtë me kërkesën e fortë dhe zhvillimet infrastrukturore. Ndër qytetet me rritjen më të madhe të çmimeve spikasin Krakow me një rritje prej 28.1% dhe Jeruzalemi me 25.2%, ndërsa Tirana dhe Vlora renditen menjëherë pas tyre me një rritje prej 25% secila. Interesi i lartë i blerësve vendas dhe të huaj, sidomos në Vlorë, është tuar ndjeshëm për shkak të zhvillimeve të mëdha në turizëm dhe investime infrastrukturore si aeroporti ndërkombëtar i Vlorës, bypassi dhe tuneli Llogaras.
Sipas anketës së Bankës së Shqipërisë për gjysmën e dytë të vitit 2024, rreth 50% e blerjeve të banesave janë financuar përmes kredive hipotekare që mbulojnë deri në 60% të vlerës të pronës. Interesi i blerësve të huaj është gjithashtu në rritje. 18% e shitjeve në gjysmën e dytë të vitit 2024 i përkasin jo rezidentëve, kryesisht shtetas të Bashkimit Evropian. Kjo ka ndikuar drejt për drejt në mbajtjen e kërkesës së lartë dhe rritjen e çmimeve. Në përfundim, të dhënat tregojnë se Shqipëria është ndër vendet më të përballueshme, por edhe më premtuese për investitorët e huaj, edhe pse çmimet janë rritur. Përveç çmimeve ende konkurruese për Europën, vendi do të përfitojë ndjeshëm nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, që pritet të rrisë vlerën e tregut dhe të nxjisë një zhvillim të qëndrueshëm në sektorin e pasurive të paluajtshme. Qeveria ka miratuar udhëzimin e ri që i hap dritën njëshile zbatimit të paketës së maleve. Referuar dokumentit, bashkitë ngarkohen me përgjegjësinë që të identifikojnë territoret me potencial zhvillimi dhe t'i shpallin ato publikisht. Qeveria ka miratuar udhëzimin e ri që përcakton në detaje procedurat për identifikimin dhe shpalljen e zonave të zhvillimit në territorin e bashkive. Ky udhëzim vjen në kuadër të zbatimit të ligjit nr. 20/2025 për paketën e maleve, i cili synon të nxjisë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, urban dhe turistik në zonat me potencial të pashfrytëzuar, sidomos në territorin malor dhe rural të vendit. Sipas dokumentit, procesi i identifikimit të një zone të zhvillimit nis në nivel lokal në drejtimin e kryetarit të bashkisë, i cili ngarkon një strukturë përgjegjëse teknike për hartëzimin e zonave potenciale për zhvillim. Kjo strukturë duhet analizojë trendet territoriale dhe urbanistike në territorin e bashkisë, të dhënat e pronësisë së pasurive nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe nivelin e zhvillimit ekzistues si dhe vështirësitë në dhënien e lejeve të ndërtimit apo akteve të tjera zhvillimore. Pas përfundimit të analizës, bashkia përgatit një dosje të plot dokumentacioni që përfshin kërkesën për shpallje të zonës së zhvillimit, relacionin shoqërues, hartën manuale dhe digjitale, si dhe listën e aktiviteteve të mundshme ekonomike apo turistike që mund të zhvillohen në zonë. Dosja i dërgohet më pas ministrit përgjegjës për pushtetin vendor për shqyrtim dhe miratim. Referuar udhëzimit, ministri i shtetit për pushtetin vendor, pas marrjes së kërkesës nga bashkia, verifikon përmbajtjen dhe përputhshmërinë ligjore të dokumentacionit dhe mund të kërkojë sqarime apo plotësime në rast të mungesave. Pas vlerësimit përfundimtar, ministri vendos nëse kërkesa do t'i propozohet Këshillit të Ministrave për shpalljen zyrtare të zonës së zhvillimit. Në rast të refuzimi, arsyeja duhet të komunikohet me shkrim bashkisë përkatëse. Në proces përfshihen gjithashtu disa institucione qendrore, siç është Agjencia për Mbështetjen e Veçeverisjes Vendore, e cila do të shërbejë si sekretariat teknik për ndjekjen e procedurave, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, që do të sigurojë të dhënat për pronësinë dhe të asistojë në hartëzimin e zonave, Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit, që do të garantojë digitalizimin dhe publikimin online të procesit. Një element i ri i këtij udhëzimi është kërkesa për transparencë të plotë nga bashkitë. Çdo bashki është detyruar të publikojë në faqen e saj zyrtare të gjitha nismat dhe dokumentet e lidhura me shpalljen e zonave të zhvillimit, në mënyrë që publiku, komuniteti lokal dhe investitorët potencial të kenë akses në informacion. Po ashtu bashkitë duhet të sigurojnë që procesi i identifikimit dhe analizës territoriale të kryhet në përputhje me parimet e konsultimit publik, efikasitetit dhe transparencës. Po ashtu udhëzimi i ri shfuqizon udhëzimin e mëparshëm të datës 19 qershor 2025, i cili rregullon të njëjtën fushë, duke sjellë tashmë një procedurë më të unifikuar dhe të digitalizuar për të gjitha bashkitë. Ky udhëzim tashmë është në fuqi dhe pritet të krijojë një bazë të qartë ligjore për identifikimin dhe zhvillimin e zonave me potencial ekonomik, turistik dhe social, duke kontribuar në balancimin e zhvillimit rajonal dhe rritjen e investimeve vendase. Paketa e maleve do të nisë shpejti të zbatohet plotësisht pas udhëzimit të qeverisë për miratimin e zonave me përparësi zhvillimi. Të gjitha ato që kanë në përdorim një tokë për më shumë se 10 vjet dhe duan të investojnë do të kenë mundësi ta blejnë me një çmim simbolik prej €1. Tashmë të gjitha ata individ që kanë në përdorim një tokë prej më shumë se 10 vitesh do të kenë mundësinë të investojnë në të përmes paketës së maleve, të cilës i është hapur drita jeshile nga udhëzimi tashmë në fuqi për përcaktimin e zonave prioritare të zhvillimit. Paketa e maleve synon të tërheqë investime për zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë në ato zona malore me përparësi të veçantë, me qëllim rimëkombjen ekonomike, nxitjen e punësimit, përmirësimin e kushteve të jetesës dhe shfrytëzimin me eficiencë të burimeve të natyrës. Ligji i cili ka hyrë në fuqi në qershor të këtij viti jep mundësinë e kalimit të pronësisë përmes shitjes me tarifë simbolike €1 të këtyre pasurive të paluajtshme shtetërore, të cilat rezultojnë të jenë në posedim faktik të poseduesve jo pronar në zonat me përparësi zhvillimi.
Në këtë rast, posedues jo pronar quhen ata individ të cilët ushtrojnë posedim të vazhdueshëm dhe të pandërprer prej të paktën 10 vitesh mbi pasurinë e paluajtshme shtetërore, duke e përdorur atë sikur të ishte ai pronari i saj. Për këtë subjekti paraqet dokumentacionin provues, por megjithatë mungesa e dokumentacionit nuk pengon procedurën administrative për njohjen e tij si posedues jo pronar dhe merret i mirëqen deklarimi i subjektit për sa kohë nuk paraqiten prova nga të tretët për të kundërtën gjatë afishimit publik dhe procedurave të përcaktuara në këtë ligj. Po ashtu do të konsiderohen posedues jo pronar dhe ata persona fizik që nuk përdorin pasurinë, por vërtetojnë lidhjen e tyre me pasurinë, për të cilën nuk janë pajisur me titull pronësie sipas legjislacionit në fuqi dhe kërkojnë ta zhvillojnë atë nëpërmjet një investimi. Tashmë që ka hyrë në fuqi udhëzimi i cili përcakton zonat me përparësi zhvillimi, subjektet duhet të paraqesin kërkesë pra njësive të veçëverisjes vendore për njohjen si posedues jo pronar të shoqëruar me plan rilevimi të sipërfaqes së poseduar të hartuar nga një ekspert gjeodet i licencuar. Dhe më pas, institucionet vendore verifikojnë kërkesën për miratimin apo jo të saj. Në rast të miratimit, procedura kalon në Agjencinë e Zhvillimit të Territorit për marrjen e lejes së zhvillimit dhe në fund bëhet kërkesa për blerje pranë Ministrisë Përgjegjëse dhe kontratat e shitjes. Subjektet që përfitojnë pronësinë mbi sipërfaqet sipas këtij ligji e që realizojnë projektin dhe ushtrojnë aktivitetin e deklaruar prej tyre, përfitojnë për një periudhë 10 vjeçare përjashtim nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, përjashtim nga taksa e pasurive të paluajtshme, përjashtim nga TVSH-ja, përjashtim nga tatimi mbi të ardhurat. Gjithashtu do të kemë përparësi në përfitimin e granteve kryesisht për projekte agroturistike dhe për punuese. Pallati i Sportit Aslan Rusi në kryeqytet do të ketë tashmë një kapacitet prej 6.000 vendesh, ndërsa do të ofrojë disa fusha servitore dhe hapësira rekreative. Projekti do të realizohet nga një studio holandeze që transformoi piramidën e Tiranës në një qendër të re kulturore. And the first place team is MVRDV. Në vendi i parë është MVRDV. Projekti i studios arkitekturore holandeze është shpallur fitues i konkursit ndërkombëtar për rilindjen e Pallatit të Sportit Aslan Rusi. Pas prezantimit të projekteve përpara një jurie ndërkombëtare nga 6 skuadrat finaliste, puna e bërë nga MVRDV u vlerësua si ajo që mund ta vendosë Tiranën në skenën e atyre qyteteve që zhvillojnë aktivitete ndërkombëtare sportive. Ekipi 4 MVRDV, një fjalë e shpjegon të gjithën atë që bën, ikonike, me një personalitet tejet të fortë, një identitet shumë të qartë. E fortë, po them e parueshme dhe unike të mundësuash, është një projekt që mund të ishte dallueshëm ndërkombëtarisht dhe mund të vendos Tiranën në skenën e atyre qyteteve që zhvillojnë aktivitete ndërkombëtare. Në fakt mund krijojë një moment që është një shenjë në Tiranë, është po kështu nga ana tjetër kompleks dhe i thjeshtë. MVRDV është studia prestigjioze që transformoi piramidën e Tiranës nga një muze kushtuar diktatorit komunist Enver Hoxha në një qendër të re kulturore. Sipas ekspertëve, projekti për rilindjen e Pallatit të Sportit ka të njëjtin potencial si ai i piramidës. Tirana është qytet i arkitekturës, por të qenë qytet i sportit është vërtet një bonus. Ka natyrisht edhe potencialin për të patur efektin që ka piramida, sa i përket orëve të funksionimit. Kompleksi i ri e zgjeron strukturën nga 5.000 në 13.500 metra katror mbi tokë. Ofron 6.000 vende, 2.500 metra katror zona sportive në natyrë dhe 12.500 metra katror parkim publik. Arena për basketbol, volejbol, handball, gjimnastik, boks, taekwondo, peshkngritje dhe mundje. Pallati i Sportit Aslan Rusi me një sipërfaqe prej gati 14.000 m2 do të ketë pamjen e një topi të bardhë basketbolli me strukturë xhami. Ai do të jetë shumë dimensional, ku përveç fushave stërvitore do të ofrohen edhe hapësira të tjera rekreative, me shumë bimësi në brendësitë të saj. Aslan Rusi, ndërtuar në 1963 me një kapacitet prej 4.000 vendesh atëherë, tashmë do të jetë një arenë moderne dhe shumë funksionale. Procesi i digitalizimit të shërbimeve në nivel vendor po ecën me ritme të ndryshme, ku Tirana ka përparuar ndjeshëm, ndërsa shumë bashki të tjera mbeten në faza fillestare. Bizneset kërkojnë më shumë lehtësi, transparencë dhe komunikim efektiv me administratën vendore, veçanërisht në qytetet jashtë Tiranës.
Procesi i digitalizimit të shërbimeve publike vendore për biznesin në Shqipëri po zhvillohet me hapa të qëndrueshëm, që për vitin 2022 shumë shërbime qendrore janë bërë të aksesueshme online përmes platformës e-Albania, duke lehtësuar ndërveprimin me administratën. Sipas një analize të kryer nga Këshilli i Investimeve, situata është pak më ndryshe në nivel vendor, me disa bashki që kanë nisur zbatimin e sistemeve digjitale, ndërsa të tjera mbeten ende në faza fillestare. Bashkia Tiranë ka krijuar një sistem për menaxhimin e taksave dhe tarifave vendore, ku bizneset mund të shohin detyrimet dhe të kryejnë pagesat online. Platforma e-leje, e cila përdoret për aplikimin e lejeve të ndërtimit, ka unifikuar procedurat në të gjitha bashkitë, duke thjeshtuar procesin për zhvilluesit dhe projektuesit. Nga konsultimet me bizneset dhe përfaqësues vendor janë identifikuar disa shqetësime të vazhdueshme. Taksat shpesh konsiderohen të larta dhe jo të përshtatura me kapacitetin e bizneseve të vogla. Ka pasur raste të bllokimit të llogarive bankare pa paralajmërim, mungesë informacioni në vendimarrje dhe vështirësi në përdorimin e platformave digjitale. Anketa me 163 biznese tregoi se shumë prej tyre ndihen të ngarkuara me procedura dhe nuk janë të kënaqura me cilësinë e shërbimeve. Megjithatë, ka edhe zhvillime pozitive. Bashkia Elbasan ka investuar në sistemin e raportimit financiar, ndërsa Korça dhe Durrësi kanë nisur njoftimin elektronik për gjopat. Strategjia për decentralizimin dhe qeverisin vendore parashikon hapa të mëtejshëm për digitalizimin, përfshirë integrimin e shërbimeve në e-Albania, menaxhimin elektronik të dokumenteve dhe publikimin online të akteve vendore. Me koordinim mes institucioneve dhe përfshirje të sektorit privat, digitalizimi mund të sjellë përfitime të prekshme për biznesin dhe komunitetin. Me koordinim mes institucioneve dhe përfshirje të sektorit privat, digitalizimi mund të sjellë përfitime të prekshme për biznesin dhe komunitetin. Kuvendi ka kërkuar entit regulator të energjisë të ndërmarrë hapat për caktimin e çmimit të energjisë elektrike të prodhuar nga vetë prodhuesit e energjisë. Të dhënat e fundit nga operatori i sistemit të shpërndarjes tregojnë se numri i autokonsumatorëve u rrit me 21.6% gjatë vitit 2024, krahasuar kjo me një vit më parë. Kuvendi ka kërkuar entit regulator të energjisë të ndërmarrë hapat për caktimin e çmimit të energjisë elektrike të prodhuar nga vetë prodhuesit e energjisë. Në rezolutën e fundit për erën, Parlamenti thekson se pas miratimit të metodologjisë përkatëse nga Këshilli i Ministrave, duhet të merren masat e nevojshme për miratimin në kohë të çmimit të energjisë së gjeneruar nga vetë prodhuesit, duke konsideruar këtë një hap të rëndësishëm për zhvillimin e tregut të energjisë së gjelbër. Më herët dhe Sekretariati i Komunitetit të Energjisë ka kërkuar që Shqipëria të zbatojë sistemin e faturimit neto për vetë prodhuesit. Ky është një mekanizëm që lejon konsumatorët të përfitojnë në faturë vlerën neto të energjisë së konsumuar nga rjeti dhe asaj të futur në rjet, duke krijuar një skemë më të drejtë dhe nxitëse për investimet familjare dhe private në burimet e rinovueshme. Të dhënat e fundit nga operatori i sistemit të shpërndarjes tregojnë se numri i autokonsumatorëve u rrit me 21.6% gjatë vitit 2024, krahasuar me një vit më parë. Vetëm gjatë vitit të kaluar, OSHE miratoi aplikimet e 887 klientëve të rinj, duke e çuar numrin total të vetë prodhuesve në 2415 me një kapacitet të instaluar prej mbi 216 megawatt-pik. Në këtë total, 1645 janë konsumator privat, 705 familjar, ndërsa 51 institucione shtetërore, përfshirë bashki, shkolla dhe ministri, që kanë instaluar panele diellore për prodhimin e energjisë. Kjo krahas 15 njësive jo buxhetore, si ujësjellsa apo qendra shëndetësore. Vetere ka cilësuar këtë diversifikim të klientëve si një sinjal pozitiv që tregon përfshirje në rritje të qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve në nismat për vetë prodhimin e energjisë dhe reduktimin e varësisë nga rjeti. Bashkia Vlorës pritet të investojë rreth 154 milion lekë për rikonstruksionin e hidrovorit, çka do të mundësojë shmangjen e përmbytjeve, sidomos në zonën veriore të qytetit. Bashkia Vlorë ka shpallur hapjen e tendrit për rikonstruksionin e hidrovorit të Vlorës. Fondi limiti vënë në dispozicion është 154 milion e 687 mijë lekë. Referuar dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, nëpërmjet kompletimit të hidrovorit me pompa të reja zhytëse dhe atyre ekzistuese, do të arrihet aftësia e kapacitetit përcjellës të hidrovorit në mënyrë që të sigurohet mbajtja e niveleve të ujit në kanalin e ujërave të qytetit të Vlorës, në kuotat nën nivelet e përmbytjeve të banesave të qytetit.
Gjithashtu, do të ndërtohen portat e bllokimit të ujit në hyrje të hidrovorit, si dhe do të realizohen punimet e nevojshme për realizimin e tyre dhe i gjithë sistemimit në gjithë territorin e hidrovorit. Ndërkohë, hidrovori ekzistues ka pompa në gjendje pune, por që nuk përballojnë prurjet e ujit që përcjell kanali ujërave të qytetit të Vlorës. Mos funksionimi i pompave bën që nga rreshtjet më minimale, prurjet e ujit të kanalit të përmbytin lagjet e qytetit të Vlorës në zonën veriore të qytetit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në banesa dhe biznese. Nga ana tjetër, në hyrjet e dhomave të hidrovorit ekzistojnë zgarat e pritjes së mbeturinave, të cilat janë të mbushura me mbeturina të grumbulluara në vite nga prurjet e kanalit, si dhe janë të gërryera nga korozioni e duhet të zëvendësohen me të reja. Në hidrovor nuk ka rrethim të territorit të tij, të kabinës dhe të vaskës së daljes, që përbën rrezik për kalimtarët e rastit apo edhe për vetë personelin e hidrovorit. Po kështu do të montohen pompa të reja, do të ndërtohet një platformë për montimin e portave në dhomat e hyrjes së pompave në hidrovor, ndërtimin e zgarave metalike të pritjes së mbeturinave, si dhe vendosjen e parmakëve mbrojtës, thuhet në dokument. Në zgjedhjet e pjesëshme vendore të nëntorit, numërimi e vlerësimi i fletëve të votimit dhe nxjerrja e rezultateve do të bëhet edhe përmes inteligjencës artificiale. Deklaratën e ka bërë kreu i KQZ Ilirian Cilibashi, i cili shtoi se për momentin kjo metodë vetëm do të testohet. Numërimi, vlerësimi i fletëve të votimit dhe nxjerrja e rezultateve në zgjedhjet e pjesëshme për kryetar bashkie të nëntorit do bëhet përmes inteligjencës artificiale. Gjithçka është bërë me dije nga kryekomisioneri Ilirian Cilibashi gjatë konferencës rajonale mbi digitalizimin e proceseve zgjedhore, por sipas tij për momentin kjo metodë vetëm do të testohet. Në 9 nëntor të këtij viti do të zhvillohen zgjedhje të pjesëshme për kryetar të disa bashkive të vendit. Stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po punon për të aplikuar për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultateve. Ky projekt do të shërbejë si test dhe për momentin nuk do të zvendësoj procedurën manuale të numërimit dhe të vlerësimit të votave, e cila do të mbetet në mënyra zyrtare e referimit. Ai u ndalet te digitalizimi i proceseve të tjera, sikurse është identifikimi apo votimi elektronik, që sipas tij ka ngritur efikasitetin në administrimin e proceseve zgjedhore. Ndërkaq, ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin ton Silvio Gonzato theksoi rëndësinë që kanë proceset e digitalizimit në drejtim të transparencës dhe proceseve demokratike zgjedhore. Mirëqenia digjitale është qendrore sa i përket agjendës së reformave. Do të thotë për të siguruar që fushata online, reklama politike, përdorimi i dhënave janë transparente, të verifikueshme dhe objekti i monitorimit pavarur. Reformat zgjedhore dhe digjitale janë pjesë e angazhimit që ka marrë Shqipëria për të bërë shtet antar, pjesë e grup kapitullit 1, çështjet themelore dhe kontribuojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë tek udhërfyesi për funksionimin e institucioneve demokratike që theksojnë rëndësinë e zgjedhjeve transparente, qeverisjen, llogaridhënien dhe pjesëmarrjen e qytetarëve. Gjatë konferencës u theksua domosdoshmëria që autoritetet zgjedhore të zhvillojnë mekanizma bashkëpunues midis autoriteteve evropiane për t'u përgjigjur kërcënimeve digjitale që mund të vinë në këtë drejtim. Konferenca u organizua nga Instituti Ndërkombëtar për Demokraci dhe Asistencë Zgjedhore, International IDEA, në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Shqipërisë. Që nga shtatori autoritetet greke ka shpërndar 153 milion euro në ndihmë të sektorit të bujqësisë, ofruar kjo shumë nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, qeveria ka nisur zbatimin e masave të reja për të ndihmuar fermerët, duke përfshirë ndihma ushqimore dhe kompensime ekonomike. Autoriteti grek për pagesat bujqësore ka shpërndar 153 milion euro ndihmë nga Bashkimi Evropian që prej muajit shtator, bëri të ditur Ministria e Zhvillimit Rural. Shuma e fundit mbulon 3 kategori të pagesave direkte, ndërsa fondet për 8 kategori të tjera janë planifikuar të disbursohen deri në fund të tetorit. Mbi 61 milion euro do të kalojnë në llogaritë bankare të 157.737 fermerëve, ndërkohë 25.138 aplikime që përfaqësojnë rreth 13.7% të totalit janë ende në proces
shqyrtimit të mëtejshëm, që prestatorit janë paguar gjithashtu rreth 90 milionë euro përmes masave të ndryshme të programit të zhvillimit rural, duke çuar totalin e ndihmës së shpërndarë në 153 milionë euro. Në të njëjtën kohë, qeveria po zbaton masa të reja për të mbështetur fermerët. Ato synojnë të ulin kostot e prodhimit dhe të ndihmojnë blegtorët e prekur nga sëmundjet e kafshëve, duke përfshirë edhe rastet e therrjeve masive për shkak të infeksioneve. Ministria deklaroi se po ofrohet një lehtësim konkret për fermerët, duke garantuar njëkohësisht transparencë dhe përputhje me rregullat e Bashkimit Evropian dhe të shtetit grek. Pagesat e ardhshme përfshin 58 milionë euro për ndihmë ushqimore dhe dëme, 80 milionë euro për ripyllëzime dhe 178 milionë euro në kompensime të lidhura me motin e keq të vitit të kaluar. Malizi pritet të përfitojë nga rritja e ndjeshme e investimeve në sektorin e energjisë së rinovueshme. Projektet e fundit përfshin investime deri në $500 milionë për ndërtimin e parqeve eolike dhe përmirësimin e infrastrukturës energjetike. Alcazar Energy ka njoftuar synimin për të rritur investimet e saj në Malinezi nga $200 milionë në 500 milion. Kjo kompani është një nga disa të tilla me të cilat Malizi ka nënshkruar memorandume mirëkuptimi për projekte në sektorin e energjisë. Së fundmi Alcazar ka filluar ndërtimin e parkut më të madh të erës në Ballkanin Perëndimor që ndodhet në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë ndërtimi i parkut eolik Biela në Malinezi është planifikuar të nisë në tremujorin e parë të vitit 2026. Ky impiant me kapacitet për 118.8 megawatt pritet të përfaqësoj një investim për rreth $200 milionë. Aktualisht kompania është duke përgatitur terrenin dhe zhvilluar proceset e prokurimit për këtë projekt madhor që përbën fazën e parë të investimit të Alcazar në Malinezi. Së fundmi, kompania ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me qeverinë e Malit të Zi për të zgjeruar vlerën e investimeve deri në $500 milionë. Kompania vlerëson se deri në vitin 2040, investimet në burime të rinovueshme energjetike në vend mund të arrijnë $4 deri $5 miliardë dhe ajo synon të jetë pjesë e këtij zhvillimi, duke përfaqësuar rreth 10% të totalit të projekteve. Në konferencën e investimeve Bashkimi Evropian Malizi janë nisur gjithsej 14 projekte të përbashkëta ndërmjet kompanive malazeze dhe atyre europiane, që përfshin investimin e parqe eolike, impiante diellore dhe rrjete të transmetimit. Alcazar luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e sektorit të energjisë së rinovueshme në lindjen e mesme, Afrikën e Veriut, Turqisë dhe në Ballkan, përmes projekteve në Malinezi, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Mirë, do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Në vitin 2024, 13 nga 35 vende evropiane ishin eksportuese neto të energjisë elektrike, dërsa pjesa tjetër dallohej për nivelin e lartë të importeve me Italinë dhe Gjermaninë në krye të rënditjes. Bashkimi Evropian ka nisur të forcojë lidhjet energjetike midis vendeve anëtare për të përballuar sfidat e reja të sigurisë dhe klimës. Qasja e Bashkimit Evropian pritet të rrisë sigurinë e furnizimit me energji elektrike dhe të lehtësojë integrimin e burimeve të rinovueshme në tregjet energjetike. Të dhënat e vitit 2024 tregojnë se nga 35 vende europiane, 13 ishin eksportuese neto të energjisë elektrike, pra eksportonin më shumë se sa importonin, ndërsa 21 shtete ishin importuese neto. Vetëm Kipri nuk raportoi importe të energjisë elektrike. Për të vlerësuar raportin analizohet përqindja e importeve neto ndaj konsumit total të energjisë. Një shifër pozitive tregon se një vend importon më shumë se sa eksporton, ndërsa një shifër negative nënkupton se vendi është eksportues neto. Në mesatare, vendet e Bashkimit Evropian kishin një normë prej -0.5%, çka tregon se bloku eksporton pak më shumë energji se sa importon. Disa shtete spikasin se eksportues të mëdhenj. Suedia kryeson me një normë neto prej -27%, ndjekur nga Franca me -22%. Në të njëjtën kategori hyn edhe Slovenia -19%, Norvegjia -14%, Slovakia -13%, Çekia -12% dhe Austria me -10%. Nga 4 ekonomitë më të mëdha të Bashkimit Evropian, Franca dhe Spanja janë eksportuese neto të energjisë, ndërsa Gjermania dhe Italia janë importuese neto. Italia shënon nivelin më të lartë të varësisë me një normë importi prej 18%, ndjekur nga Gjermania me 6%. Dallimet në bilancin tregtar të energjisë elektrike lidhen me strukturën e prodhimit të secilit vend. Shtetet me hidrocentralet më të fuqishme si Suedia dhe Norvegjia ose me flotë të madhe bërthamore si Franca janë zakonisht eksportuese. Në të kundërt, vendet që mbështeten te burimet e rinovueshme të paqëndrueshme si era dhe dielli detyrohen të importojnë më shumë, sidomos kur prodhimi vendas bie për shkak të kushteve atmosferike. Në terma absolut, Italia është importuesi më i madh i energjisë në Europë me rreth 51.000 gigavator, ndërsa Gjermania renditet e dyta me 26.000 gigavator.
Në anën tjetër, Franca është eksportuesi më i madh me mbi 89.000 gigavator të shitura, ndjekur nga Suedia me mbi 33.000 gigavator. Luhatje të ndjeshme janë regjistruar në disa vende. Greqia, që në vitin 2023 ishte importuese neto me 10%, kaloi në një pozitë eksportuese në vitin 2024 me një normë prej -0.6%, ndërkohë Kroacia pati një rritje të theksuar të importeve neto nga 10% në 26%. Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon që borxhi publik global do të tejkalojë 100% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2029. Shumë shtete me të ardhura të ulta përballen me sfida të mëdha për shkak të mundësive të kufizuara. Fondi Monetar Ndërkombëtar deklaroi se borxhi publik global pritet të tejkalojë 100% të prodhimit të brendshëm bruto botëror deri në vitin 2029, duke arritur nivelin më të lartë që nga viti 1948. FMN thekson se me një rrezik prej 5%, borxhi publik mund të arrijë në 123% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2029. Kjo pasqyron një trajektore më të lartë dhe më të përshpejtuar se sa ajo e parashikuar para pandemisë së koronavirusit. Për më tepër, shpërndarja e rreziqeve është e gjerë dhe anon drejt rritjes edhe më të shpejtë të borxhit, thuhet në raportin e monitorit fiskal të tetorit. Për shumicën e ekonomive të mëdha, borxhi publik tashmë e tejkalon ose është në rrugën për të tejkaluar 100% të prodhimit të brendshëm bruto. Megjithatë, numri i shteteve me detyrime financiare mbi 100% të prodhimit të brendshëm bruto pritet të ulet gradualisht gjatë 5 viteve të ardhshme, ndërkohë që këto vende parashikohen të zënë një pjesë më të madhe të prodhimit të brendshëm bruto global. Kanadaja, Kina, Franca, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe SBA-ja janë ndër vendet e G20 ku borxhi publik tejkalon 100% të prodhimit. Sipas FMN-s, këto shtete zakonisht kanë tregje të thella dhe likuide të bonave sovrane, si dhe hapësira më të mëdha për politika fiskale. Prandaj rreziku i tyre fiskal konsiderohet i moderuar. Në të kundërt, shumë ekonomi në zhvillim dhe vende me të ardhura të ulta përballen me sfida më të ashpra fiskale, pavarësisht barrës më të lehtë fiskale. Numri vendeve me borxh publik në 60% të prodhimit të brendshëm bruto u shtua në mbi 100 në vitin 2021 dhe pritet të vazhdojë rritjen, edhe pse pjesa e tyre në prodhimin e brendshëm bruto global përfaqëson më pak se 30%, thuhet në raport. FMN-ja thekson se vendet në zhvillim kanë shumë pak mundësi për financim dhe për politika alternative. Megjithse përqindja e borxhit të tyre ndaj prodhimit të brendshëm bruto shpesh është më e ulur se 60%, 55 shtete janë aktualisht në krizë ose në rrezik të lartë për ta përjetuar atë. Rezervat e bankave qendrore janë thelbësore për stabilitetin ekonomik global, duke shërbyer si mburojnë ndaj krizave ekonomike. 10 shtetet me rezervat më të mëdha valutore dhe të arit në botë mbartin së bashku mbi 60% të totalit botror, me Kinën që kryeson rënditjen. Rezervat e bankave qendrore konsiderohen thelbësore për stabilitetin ekonomik global, pasi ato i ndihmojnë vendet të përmbushin detyrimet e tyre të bilancit të pagesave dhe shërbejnë si një mbrojtje kundër goditjeve ekonomike ose gjeopolitike. 10 vendet me rezervat më të mëdha së bashku mbajnë 9.4 trilion dollar në monedha dhe ar, më shumë se 60% të totalit botror. Të dhënat e The World Factbook tregojnë vlerat e rezervave të mbajtura nga bankat qendrore të botës deri në fund të vitit 2024. Kina kryeson rendite me 3.5 trilion dollar rezerva valutore dhe ari, shumë më tepër se çdo vend tjetër. Sipas analistëve, ky është rezultati i suficiteve tregtare të Kinës, pasi më shumë valute huaj po hyn në vend se sa po del jashtë. Për të parandaluar vlerësimin e shpejtë të juanit, Banka Popullore e Kinës ndërhyn në tregun e shkëmbimit valutor dhe blen valuta të tjera, duke rritur kështu ofertën monetare dhe nxitur potencialisht inflacionin. Për të kundërshtuar këto presione inflacioniste, Kina përdor një strategji të njohur si sterilizim, që nënkupton zbatimin e masave monetare të kundërta me ndërhyrjen fillestare. Në vendin e dytë renditet Japonia me 1.2 trilion dollar, ndjekur nga Shtetet e Bashkuara 910 miliard dollar, surprizon Zvicra që renditet e katërta me 909 miliard dollar rezerva. Pas krizës financiare globale të vitit 2008, kërkesa për frangën zvicerane u rrit ndjeshëm pasi monedha shihet si një stres i sigurt. Kjo çoi në një presion të fortë për të forcuar frangën. Për të parandaluar deflacionin dhe forcimin e tepërt të monedhës, Banka Kombëtare Zvicerane bleu sasi të mëdha valutash të huaja që ngadalësuan rritjen e frangës, por rritën ndjeshëm rezervat valutore. Në vendin e 5 gjejmë Indin me 643 miliard dollar rezerva, që ndiqet nga Rusia, Arabia Saudite, Hong Kongu dhe Korea e Jugut, ndërsa Singapuri mbyll 10 shenën e parë me 383 miliard dollar rezerva.
India është rënditur si fuqia e tretë më e madhe ajrore ushtarake në botë duke kaluar Kinën sipas të dhënave të fundit. Kjo arritje reflekton përmirësimin e kapaciteteve operative dhe strategjike të Indisë, si edhe forcimin e rolit gjeopolitik në Azi. India ka kaluar Kinën duke rënditur si fuqia ushtarake ajrore tretë më e madhe në botë pas Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Kështu bën të ditur raporti më i fundit i Drejtorisë Botërore të Avionëve Modern Ushtarak i publikuar në Newsweek. Kina që për vitesh cilësohej si lideri ushtarak ajror i Azisë tani ka rënë në vendin e 4 në një ndryshim që sinjalizon transformimin e ekuilibrave strategjik në kontinent. Raporti përfshin 103 shtete dhe 129 shërbime ajrore duke ndjekur flotat gjithsej 48.082 avionëve në mbar botën. Shtetet e Bashkuara mbetën në krye me fuqinë ajrore që tejkalon flotat e kombinuara të Rusisë, Kinës, Indisë, Koresë së Jugut dhe Japonisë. Kjo e përsi e padiskutueshme, mbështetet në faktin se Shtetet e Bashkuara përfaqësojnë gati 40% të shpenzimeve ushtarake globale. India tashmë renditet në vendin e tretë me një vlerësim truval për 69.4%, që mat jo vetëm numrin e avionëve, por edhe kapacitetet sulmuese dhe mbrojtëse, logjistikën, modernizimin dhe trajnimin operativ. Flota e saj përfshin 1716 njësi ajrore me përbërje të balancuar, 31.6% avion luftarak, 29% helikopter dhe 21.8% avion trajnues. India që furnizohet si nga Shtetet e Bashkuara ashtu edhe nga Rusia, reflekton pozitën e saj gjeopolitike gjithnjë më të rëndësishme. E përsia e re e Indisë u dëshmua sidomos gjatë operacionit Sindoor, një seri goditjes precize në maj kundër infrastrukturave në Pakistan dhe Kashmir si përgjigje ndaj një sulmi terrorist më 22 prill në Pahalgam, që shkaktoi 26 viktima. Ky operacion shfaqe saktësi, koordinim dhe fuqi goditëse të lartë duke vërtetuar rritjen e aftësive të forcës ajrore indiane. Megjithëse vazhdon të investojë në teknologji dhe modernizim, Kina mbetet prapa Indisë në faktorë si trajnimi, mbështetje ajrore dhe njësitë specializuara bombarduese. Diferenca mes dy fuqive tregon se numri i avionëve nuk mjafton pa efikasitet operacional dhe përgatitje strategjike. Bashkimi Evropian ka nisur zbatimin e sistemit të ri të hyrje-daljes për të forcuar kontrollin kufitar dhe sigurinë. Megjithatë, ngatresat me sistemin ende jo aktive, TIAS ka shkaktuar paqartësi dhe u ka hapur rrugën mashtrimeve online. Bashkimi Evropian nisi të zbatojë më 12 tetor sistemin e ri të hyrje-daljes pas disa vitesh zvarritje të procesit. Sipas këtij sistemi, 29 vendet që përbëjnë zonën Schengen do të regjistrojnë të dhënat biometrike të të gjithë udhëtarëve jashtë Bashkimit Evropian, si fotografinë e fytyrës dhe shenjat e gishteve sa herë që hyjnë ose dalin nga kufiri. Qëllimi i kësaj mase është të përmirësohet siguria, të identifikohen shkelësit e afateve të qëndrimit dhe të thjeshtohen procedurat e kontrollit kufitar. Reforma prek si udhëtarët pa vizë, ashtu edhe ata me viza afatshkurtra. Gjatë hyrjes së parë, rojet kufitare do të mbledhin dhe ruajnë të dhënat për 3 vjet, ndërsa në kalimet e mëvonshme procedura do të jetë më e shpejtë. Ata që kanë pasaportë biometrike do të mund të përdorin pajisje automatike të posaçme që do të konfirmojnë të dhënat dhe do të llogarisin ditët e mbetura të qëndrimit. Për ata pa pasaportë biometrike, të dhënat do të mblidhen manualisht. Për arsye sigurie, vetëm autoritetet përgjegjëse për kufit, vizat, emigracionin, policinë dhe Europolin do të kenë akses në të dhënat personale. Megjithatë, në kushte të rrepta, të dhënat mund të transferohen në vende të tjera, brenda ose jashtë Bashkimit Evropian, ose në organizata ndërkombëtare, si OKB, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin, apo Kryqi i Kuq Ndërkombëtar për qëllime rikthimi ose hetimesh. Megjithatë, vendosja e këtij sistemi ka krijuar konfuzion me një skem tjetër, ETIAS, Sistemi Evropian për Informacionin dhe Autorizimin e Udhëtimit, i cili ende nuk ka nisur zbatimin. ETIAS do të funksionojë si një autorizim udhëtimi për vizitorët nga vende që nuk ka nevojë për vizë, si SBA-ja, dhe do të kushtojë 20 euro. Edhe pse nisja e tij është planifikuar për fundin e vitit 2026, 10 faqe të reme tashmë po ofrojnë këtë shërbim, duke përfituar nga padituria e udhëtarëve. Shoqata britanike e udhëtimeve ABTA ka paralajmëruar se qytetarët që përpiqen të aplikojnë për ETIAS janë aktualisht në rrezik mashtrimi, si financiarisht ashtu edhe në aspektin të dhënave personale. Disa përdorësues të mashtruar kanë raportuar se kanë paguar shuma të konsiderueshme për kompani fiktive që premtonin për shpejtimin e procedurave. Autoritetet e Bashkimit Evropian kanë sqaruar se askush nuk ka nevojë të aplikojë për momentin, nëse kur të hyjë në fuqi ETIAS do të ketë vetëm një faqe zyrtare të Komisionit Evropian për aplikimet. Megjithëse sistemi hyrje-daljes ka nisur, jo të gjitha pikat kufitare dhe hyrëse janë aktivizuar. Mekanizmi pritet të jetë plotësisht funksional deri më 10 prill 2026. Deri atëherë, vulosja tradicionale e pasaporteve do të vazhdojë si zakonisht.
Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke e klikuar në faqen tonë të internetit skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, të ndajmë këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.